Sopranoja mirënjohur Inva Mula dhe pianisti Gen Stukiqi sollën për publikun koncertin Voyage nga Shkodra në Paris, një program që ndërthurte elegancën franceze me shpirtin e këngës shkodrane. Në skenë performoi dhe Orkestra Simfonike e Shkodrës në drejtimin e maestros Elda Laro, ndërsa koncertin e pastroi kori Prengjakova. Ishte një ngjarje, do thoja, shumë e bukur, emocioni i madh. Është një publik i cili me pjesëmarrjen e vet, me energjinë e vet që përçon ti, nuk e di, të çon pesh edhe ti ke vetëm dëshirë të japësh më të mirën. Ju e dini këtë lidhje që kam unë me këtë publik, po sonte ishte një natë e magjishme për të gjithë. Në fakt është lidhja jonë, e rrugtimit tonë, timit të Gencit, të Eldës që ka studiuar në Francë, që na ka rritur dhe na ka bërë artist. Dhe ne në këtë udhëtim erdhëm për ta sjellë këtë muzikë, për ta sjellë në Shkodër dhe ballafaqjuam me muzikën e madhe shkodrane. Edhe u kuptua që kur është arti i madh nuk ka kufi, arti i madh nuk ka gjuhë, ka vetëm mesazhe për të përçuar. Dhe do thoja me respekt shumë të madh për gjithë historinë e Shkodrës, për këtë histori të madhe, për këtë qytet të madh me njerëz të mëdhenj, të cilët sigurisht do donin që muzika franceze të tingëllonte në këtë teatr. Dhe ishte edhe një omazh, do thoja, për gjithë artistët shkodran, të cilët e kanë dashur muzikën franceze. Mundësisht në Shkodër me bë koncert për dita shpak. Ka që mirë është publiku shkodran, ka që energji ka kja sallë, që thonë në Shkodër, si kja energji është një të përmur nër vite, është energjia e muzikantave të mëdhenj, artistave të mëdhenj që kanë luajtur, kështu që unë e njeh këtë energji edhe nëse përdorim fjalën çlirim, do të ishte një çlirim i bukur. Është emocion i shumë fisht, është si me u kthy në shtëpi, me njerëz të tuaj, nuk ka fjalë, është nga njëherë ndjenja me dasht kaq shumë Shkodrën, është e bukur sepse pikërisht nuk ka fjalë me përshkru. Po të përshkruate do të bate një diçka, do i bite vlera. Është një ndjenjë që unë e provoj, mendoj që ju edhe publiku e provon edhe le ta lejmë kështu të bukur si qashtë, pa fjalë. Shqipnia dhe Shkodra natyrisht shqipo. Më mungon jashtë masit, por me kohë kam kuptuar që një muzikant me kohë, duhet me kohë. Pasaporta e para është muzika, pastaj vin tjerat. Në këtë sens lidhet kjo ndjesia me, domethënë pasaportën e parë muzikant edhe ndjesia me dal për Shkodrën dhe me vazhdu këtë rrugtim është fantastike. Me të vërtet nga momenti i parë deri në këtë moment më ka ra krejt fort. Me të vërtet, ka qenë një koncert i papërshkruar, një koncert i jashtëzakonshëm që nuk do harrohet as edhe një herë. Me pas me këtu edhe Gen Stukiqin, me të vërtet është një diçka prallore edhe unike. Mos e vërtet është qyteti jon i dashur Shkodra, kështu që kështu do jetë gjithmonë. Edhe Shkodra do e sjellim në gjithë botën. Po këtu do sjellemi prapë. Ky koncert mund të konsiderohet një prej ngjarjeve të spikate të sezonit artistik në Shkodër për emocionin që i fali spektatorëve të pranishëm.